Itali sekuestrohet mall me vlerën 7 milion euro, kokat e bandës, një shqiptar dhe një italian. Një operacion antidrog është zhvilluar në Padova, ku policia ka sekuestruar mbi 100 kg lëndë narkotike, kokain, hashash dhe marijuan që nëse dilnin në treg sillnin të paktën 7 milion euro në xhepat e trafikantëve. Dy personat arrestuar, një shqiptar dhe një italian, pakot ishin të shënjuara me numra dhe emra qytetesh apo zonat koduara që simbolizonin porositësit e mallit apo blerësit. Shqiptari arrestuar është një 36 vjeçar që jetonte në Padova. Hetimet kishin nisur që nga viti 2023, por vetëm së fundmi çoi në sekuestrimin masiv të kokainës, hashashit dhe marijuanës dhe arrestimin e një italiani. Bastisja u bën banesën e të dyshuarve në Legnaro. Oficerët e policisë të drejtuar nga zëvendës komisaria e policisë Immacolata Benvenuta kanë pritur që shqiptari të dalë nga shtëpia dhe kanë ndaluar dhe më pas kanë hyrë brenda. I dyshuari u përpoq të kundërshtonte, por pa sukses. Fillimisht u gjetën 35 bloqe kokain për një total prej 38 kilogramësh. Në këtë moment policia u zhvendos në lagjen Gjuza në Padova, në shtëpinë e një italiani të lindur në Shqipëri. Në banesë nuk ishte drog, por çelësat e një makine me qerak u gjetën edhe 2 kg kokain, 65 kg hashash dhe 1 kg marijuan të fshehura në disa thas, gjithashtu gati për dorëzim, informon ANSA, në një total prej 105 kg drog. Në dorezën e makinës ata zbuluan edhe një armboshe dhe disa fishek. Të dy arrestuan menjëherë, teksa besohet se janë pjesë drejtuese e organizatës së narkotrafikut. Gjithashtu janë kontrolluar edhe 3 persona të tjerë shqiptarë, ndërsa në kërkim edhe 3 tunizian të pastret të përfshirë në trafikun e drogës.